Kjo dhomë është për të dhënë për klientin apo jo? Po. Tani ka një problem. Unë do ta kontrolloj në mënyrën time, po pa të keq që të nxjerrim që sanitarët duan trajning këtë pjesë. Edhe atë që bëjmë kaq vite njerëzit do kuptojnë që është për të mirën e tyre dhe për të mirën e hotelit që të kuptojnë që ku duhet shohin dhe ku duhet kontrollojnë edhe si të ngelin një klient i mirë, i kënaqur dhe të lënë një review pozitive. Kjo është arsyeja që të kam marrë sot. Super. E bëm një kontroll atëherë, kjo dhomë ishte gati për klientin apo jo? Po, gati. Super. Qa gafe bëjnë sanitarët në këtë rast? Përveç që jam të dëgjendur. Atëherë, në rastin konkret, po të shikosh, Anisa, të gjitha ato këtu janë, po thosë pa u prek fare, janë edhe me fije flokë, okay? Që nuk është prek. Pra nuk e ka parë zonja. Në rast se unë lëviz të gjën këtu, do thosh ti pse klienti do ta lëvizë këtu poshtë, por në rast se lëviz ç'a bëhet në këtë rast? Tani duket që është pa pastruar fare? Shikoj çik. Po. Okej? Iku kjo. Po e çojnë vend. Një gjë tjetër, shoqja ime Anisa, është që frigoriferi nuk e prekin asnjëherë me dorë, jo nga brenda, por edhe nga rrallë. Edhe nuk e di jam shikon. Shikon çka ka këtu brenda? Shikoj. Okej? Tani këto janë gjëra që sanitarët duhet mësojnë që si të kontrollojnë një dhomë nga ana e pastrimit. Hym në tualet apo kemi akoma këtu? Nuk po flas për arredimin këtu, për sistemimin do të thënë, se gjitha gjërat e tjera. Au. Kaq ishte. Unë do të vdes në hotel. Kemi pa u larë xhamat mirë, kemi kokën e dushit që nuk është prek fare, jo nga lart, pas nga poshtë. Zonja ka harruar dhe pishin të brenda pa hiç akoma. Që se ka parë, sepse mungon ajo checklista që unë them, çekohet gjithmonë sa herë që bëhet pastrimi një dhome. Okej? Tu lart besoj se janë gjitha pa prek, lart dushit, nuk bëhet me thellë më. Kalku ka akoma. Dhe për këtë arsye, njerëzit duhet marrin trajnime profesionale për zonjat e tyre që tulin kostot dhe kontrollojnë punën më mirë. Dhe për këtë arsye, Anisa unë po e bëj 24 maj masterclass 2 që do jem në Kosovë. Për këtë duhet të jesh që ti të kuptosh që stafi do trajnime dhe do persona nga mbrapa që të ndjekin të gjithë procedurat që unë flas. Nëse ti je trajnuar, di se çfarë bën dhe je i qetë dhe nuk merresh me të punë. Nëse nuk je e trajnuar, je në këtë fazë dhe ta kanë problemin pastaj gjithmonë të tjerët, ndërkohë shikojnë nga ana jote. Pa çifat, unë mund t'i tani? Po. Ciao shoqëri.